Atëherë, Komisioni për Reformën Zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vras partitë e reja, të vras alternativat në këtë vend, të vras demokracinë. Unë nuk e kuptoj, zoti kryetar, se si maggioranca dhe opozita bëhen bashk dhe fshehurazi ngrën një komision pa përfshirë partitë e reja. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Vazhdoni, vini dakord bashk për të vjedhur bashk. Dhe me këtë komision këtë do bëni.